Me një lajm tepër interesant nga Serbia, ku në Beograd, në ish selin e shtabit qendror të luftës bombarduar gjatë aksionit spektakolar të NATO-s për çlirimin e Dardanis, Jared Kushner kërkon të investojë 500 milion euro dhe jo vetëm për ndërtimin e 1500 banesave, një hoteli luksoz si edhe një muzeu. Por Goran Vasic, drejtori i muzeut, ka falsifikuar dokumentin e trashëgimisë historike të Serbisë. Kështu ka krijuar një precedent ku prokurori i krimit të shtetit ka hapur një hetim. A do të mundet dot Aleksandar Vučić ta mposhti ligjin edhe që ta ketë mirë me Amerikën, do të fali në zemër të Beogradit një tokë të lakmuar? Ne të presim zhvillimet e fundit, ku sot ai pikërisht ndodhet në Tiranë dhe përpaj me rastin e fitores së katërt të neodiktatorit të Ballkanit Edi Rama, do të marrë Sazanin edhe Zvërnecin për 1 miliard euro investime. Mirë se të vish, këtu ke ne, nuk ka prokuror që të ndalon. Për më shumë informacione do të gjeni linkun në komentin e parë nga AFP dhe Le Figaro.